Në vitin 2022, Netflix prezantoi dokumentarin Tinder Swindler, që na njihte me historinë e një mashtruesi, i cili prezantohej si miliarder. Dhe përmes rrjeteve sociale arriti të zhvaste grave dhe vajzave nga vende të ndryshme qindra mijëra euro. Kushdo që e ka parë këtë dokumentar, për një çast të vetëm ka menduar: si mund t'i dërgoj një të panjohuri shumë të tilla parash? Sepse për çdo person normal, kjo konsiderohet një çmenduri. Por ja që ndodh. Në 18 korrik të këtij viti, ndikush më bën ftesë në Instagram, arqitemi Brian Milton. E njoftëm në TikTok. Më shkruante, edhe thoshte gjithmonë, më jep numrin e WhatsApp-it. Ja jep të flasim. Dy gra të vesh shqiptare, të cilat në rrjetet sociale njihen respektivisht me dy persona që prezantohen si amerikan, Brianin dhe Jamesin, e që në thelb kishin të njëjtin qëllim: mashtrimin, madje me një metodë tepër banale, duke shkruar shqip me Google Translate. Gjatë prezantimit më thotë që jam me origjinë gjysmë shqiptare, maman e kam nga Berati, bashorti jam ka vdekur, ka 8 vite, kam një vajzë 16 vjeçare. Si një bisedë normale. Nuk më vjen se dyshim që ky mund të ndonjë. Sillesh tamam, nuk të kërkoj lidhje. Ty thanë duhet që të ketë si motrën time. Duhet ka 10 linjë sta bashkë me fëmijë. Të dy mashtruesit përdorin të njëjtën kartë, atë të bashkëshortes që ka humbur jetën. Një karrem ky për t'i bërë gratë përtej telefonit të ndjenin dëmshuri dhe të afeksionoheshin më shpejt ndaj tyre. Madje me zonjën e parë gjërat ndryshuan shumë shpejt dhe zotria nga Amerika avancoi me qëllimet e tij tepër serioze. Thotë që un kam nevojë për një bashorte, të jetë e mirë, edhe më thotë më pëlqen ti si vajzë, nga mënyra se si prezantohesh, nga mënyra se si flet, më çon edhe një foto bashkë me një vajzë që ndoshta mund të jetë vajza e tij. Mas fjalëve të ti u pa se kishte një tërheqje, sikur gjërat ishin serioze dhe ai pretendonte që do vinte në Shqipëri bashkë me vajzën të më takonte. Edhe kjo më bindi akoma më tepër që meqense e ka prezantuar vajzës, se ti do ishte vërtet diçka serioze. Sinqerisht më duk person i besueshëm. Përfshirja e vajzës në bisedë dhe shumë fjalë të ëmbla ishin ato që e bën gruan shqiptare të dashurojë marrëzisht pas një burri 53 vjeçar nga Amerika, të cilin nuk e kishte parë kurrë. Por siç mund ta imagjinoni, fjalët plot dashuri lanë shpejt vendin një tjetër diskutimi, sepse Briani nuk kishte as pak kohë për të humbur. Thot unë po nisem për në Shqipro, atje fillon punën në një anije, është një kontratë nga e cila do merrte 950.000 euro, edhe thot do rri 2 javë e gjysmë do mund të kthehem në vendin tim. Por ja që ndodh që gjërat nuk shkojnë gjithmonë vaj. Më thoshte më ka ndodhur një problem, unë kam blerë materiale, kanë në dogan thot, por kam tash të aktivizuar të gjitha llogaritë e mia. Nëse unë nuk i marr këto, mua më ikën gjithë kontrata e jetës time, mua më ikën gjithë mundi, mua më ikën gjithë para. Pas këtij diskutimi me zemrën në dorë nga njeriu më i dashur, zonja bie menjëherë në Grack, duke bërë njëra pas tjetrës 3 transferta parash. Në fillimisht më kërkoi 2500. I nis parat, fillimisht i nisa 300, pastaj nisa 1000, pastaj 1200, për të plotësuar 2500 eurosh. Tani le të kthehemi pak tek historia e gruas tjetër me vëllain e saj amerikan. Më ka thënë që me çfarë do që të kesh mundësi, unë do të ndihmoj. Po, i pa do ta nuk kam nevojë. Edhe ky thotë, unë po shkoj në supermarket ku të blej gjëra për ty. Rroba, bizoteri. Edhe unë i them që nuk është nevojë, në pse ti bleshtem që ai shumë gjusë. Jo, thotë që është dëshira ime. Pas kësaj këmbguljeje, Jamesi i dërgon zonjës edhe fotot e produkteve që i kishte zgjedhur nëpër dyqane për të, por që në fakt ishin disa imazhe të kapura ande këtej nëpër internet. Unë që fleva qerat, ta paketova pakut, më dha dhe numrin e postës, ti do komunikosh me këto. Unë kam bërë pagesën këtu nga vendit, apo duhet një pagesë nga ty. Edhe unë them që unë s'kam bëj pagesën. Pastaj kjo sa doja pagesën që ki lekët brenda, se unë doja të bëj surprizë. Sa lek mund të ketë futur në pako Jamesi për muzën e tij shqiptare? $22.000. Lum kush ka fat të gjej një bamirës të tillë. Por që të tërheqësh $22.000, më përpara duhet të paguash një komision. Janë rregulla këto, s'ke që bën. Atë të posës më sollën një soi të bankës, që unë të paguaja 500 euro, edhe pastaj të vishin në të dorët. Pastaj u penduan. Më thonë jo, ndonë 1.000 euro, dhe unë i paguajta 1.000 euro, unë me kisha unë 500 euro dora më baj. Dhe ja ku u bën në total 3.500 euro nga të dyja zonjat. Por Briani dhe Jamesi duket se lëviznin shpesh nëpër botë. Ndoshta ishin agent të shërbimeve sekrete? Sepse paratë e dy grave shqiptare përfunduan në llogari bankare shumë larg Amerikës.
njëra në Lituani e tjetra në Turqi. Por dy zotrinjt nuk u ndalën me kaq, sepse synimi i tyre ishte një dhe i vetëm, t'i zhvasnin këto gra deri në qindarkën e fundit. Po dërgon një foto ku duket llogaria e tij bankare e bllokuar dhe thotë unë kam materiale të tjera që i kam marr, por ndërkohë nuk mundem që të paguaj lekët. Thotë materialet e mia shkojnë deri në një vlerë 5.000 euro. Ndërkohë më kërkon prap shiko se vlera materialeve të mia është rritur për shkak të kursit. Thotë unë duhet të paguaj drejt 9.000 euro. Ku i gjete këto para sepse 9.000 euro nuk është shumë e vogël. Mora kredi në bank. Deri në këtë pikë ti s'kisha asnjë lloj dyshimi. Jo, asnjë lloj dyshimi fare. Mundohem t'ja nis 9.000 eurot me idenë që vërtet ishte gjë serioze gjithmonë që do vinte në Shqipëri, do takoheshim, do lidhemi të bashkë. Por jeta ka të papritura dhe sfida që asnjëherë nuk parashikohen dot. Një natë kam një lajm të keq, thotë unë më duhet të bëj një ndërhyrje në tru sepse kam goditje në kokë, edhe për këtë mjekët këtu më kërkojnë 8.500 euro. I them, shikon se unë nuk mundem më sepse një kredi e kam, të lutem me jetën time, të përgjërohem, çdo gjë do të kthehet mrapsht në momentin që unë do kthehem në Amerikë, të lutem më gjej një mundësi që unë të kthehem, të jetoj sepse unë më duket se do vdes. Ti si e përjetove kur tha do vdes? Përjetova keq sepse mendova për një jetë njeriu. Detyrova mua përsëri kredi në bank. Ja dërgova. Dhe kjo dërgesë i shpëton jetën Brianit. Tashmë rruga drejt martesës është sërish e hapur. Deli nga spitali edhe thot unë mas gjithë kësaj gjë jam shumë i lumtur, po iki po në shtëpi. Do bënte tranzit nga Çipro për në Gjermani dhe nga Gjermania për në Cambridge, Maryland. Më ka thënë që jetonte. Gjithçka tashmë po shkonte në vendin e vet. Briani po kthej në shtëpi dhe sa po të hynte në Amerikë, gjëja e parë do t'i kthente parat mbrapsht të dashurës virtuale. Po kur të vinte këshijat, hapi derën. Në momentin që shkon në Gjermani, më thot, nuk e di se çfarë më ka futur infermieria në Çipro, në trup është një formë droge që unë më zgjetur në trup dhe për këtë mua më ka policia gjermane, po më çon në rajon dhe më thot që unë mund të ndërnohem me 15.000 euro gjop ose me 5 vite burg. Dhe mundohu ul pjesën e lekëve sepse nuk mundem më. Thën shkurt pazar me policinë gjermane, por ja që funksionoi. Sa para të kërkoi ai si Atëherë më kërkoi 5.000 euro. Më thënë nga 15.000 euro shumë as briti në 5.000 euro. Në momentin që thot mundohu, them bëj çfarë të mundesh, çfarë të mund, nuk mundem të gjej më lekë se jam e zhytur në borxhe. Dhe thot, okay, mua 3.000 euro mi pagoi dikush këtu, edhe thot më duhen vetëm thjesht 2.000 euro. Iki në bank, edhe marr 2.000 euro kredi. 15.000, 5.000 dhe në fund 2.000. Strategjia kap çfarë të kapësh. Deri në këtë pikë, zonja i kishte ezauruar të gjitha mundësitë për të marrë kredi në banka dhe gjithë kjo për një person të cilin nuk e kishte takuar kurrë, e as nuk e kishte parë ndonjëherë me fytyrë, përveç fotove të vjedhura nga interneti. Por mos mendoni se mbaruam sepse historia vazhdon. Ndërkohë, më thot kam një lajm të keq. Personi që mua më tha për 3.000 euro që do t'i pagonte për mua nuk i pagoj. Kështu që unë jam i mbyllur këtu, nuk mund të shkoj në shtëpi, nuk mund të laj dot kreditet tuaja. Me shumë sakrifica gjej përsëri 3.000 euro të tjera, kam marrë borxh diku. Del një problem tjetër, bileta. Për të shkuar në shtëpinë e tij. Në fillim më thot 1.200 euro, thash unë nuk mundem më, të lutem, bëj ç'është e mund të kërko të ndërhyj në llogarinë tënde bankare dhe më thot unë nuk mund të bëj llogarinë se llogarima është e bllokuar. Me shumë sakrifica i gjej përsëri 1.000 euro të tjera. Edhe këtë i morë sërish borxh? Po borxh. Edhe janis edhe më thot nga 1.000 euro, bileta shkonte edhe 600 euro të tjera. Duhet të merre përsëri dhe 600 euro të tjera. Prap me njojat e mia që ka, mora borxh 600 të tjera. Sa është shuma totale që ti ke dërguar këtij personi? 27.200 euro. Sa? 27.200 euro. E gjitha kjo shumë për një person që nuk e njohu kurrë, e as që ja ka idenë se kush është e ku mund të jetojë në të vërtetë. Në momentin që unë prisja që të ikte në shtëpi, vjen një mesazh që burri juaj ka pasur një aksident. Ka nevojë për gjak dhe duante 1.200 euro. Nga 1.200 u bë 500, nuk kam ndërmend për t'ia dhënë. E po, më në fund. T'ja ke bërë të ditur që ti e ke kuptuar tashmë që kjo është mashtrim. Kam bërë të ditur që e kam kuptuar që është mashtrim, kam thënë të lutem, më kthe lekët sepse jam në gjendje shumë të rëndë ekonomike, jam detyruar të paguaj parat nëpër banka dhe kam lënë fëmijët e mi pa bukë.
Ndërkohë, zonjës tjetër i ka shkuar më mirë. Por kjo për një shkak të thjesht, sepse nuk ka ku t'i gjej parat. Ma ka pru viti këtë postës, më thot, ne thot, ja, po e nisi pakon tënde dhe shiko thot, të neve na arrestu për pakon tënde se kishte parat. Nesër me thot, ti duhet pagush 5.000 euro dhe e gjëbitur se është një shumë madhe parash, thot, me pakon tënde. Edhe i gjërat janë shumë shtrejta, thot, edhe me shkundi gjithmonë më herë, do pagush e të faturën apo të bëj policit të këtë. Me thot, nuk s'ka gjë, si ka paguj unë, ajna është një shumë me madhe, shumë pagujt e 1.000 euro. Edhe më thot kështu të një këqinëse, që unë kam datuar dhe që mos vinë në të shtëpia jote. Jamesi, besoj e ke kuptuar që nuk ekziston si person, apo jo? Jo, nuk e kam kuptuar. Nuk e ka kuptuar. Sidoqoftë, e rëndësishme është që nuk ka bërë më asnjë dërgesë parash tek Jamesi imagjinar, I cili e ka manipuluar deri në atë pikë sa ende nuk arrin të kuptoj se gjithë kjo është vetëm një mashtrim. Aq stres kam përjetuar sa nuk e ke iden. Stres, në pa gjumë, vetëm shpirti im e di. Tani që i mendon të gjitha, shpesh faza i bërë pishman për çdo gjë që ke bërë. Po, sepse mendoj se kam rënë prej një kurthi. Të mirë menduar, do i ke llogaritur mirë çdo detaj të kësaj historie. Që dikush tjetër të mos bjerë pre e kësaj gracke, njësoj si të çfarë mesazhe të jepja. Në radhë të parë të mundoheni që mos të flisni pa pasur prova, pa e parë fizikisht personin që ju po flisni. Duhet të keni shumë kujdes, të paktën mos bëheni dhe ju viktimës që bëra unë. Mesazhi i kësaj zonje është një këmban alarmi për të gjitha ato gra dhe vajza që marrin çdo ditë mesazhe të tilla nga persona të panjohur. Askush që ju do realisht nuk do ju kërkonte para përmes tas tjerës. Vërtet ndodh çdo ditë që të krijojnë lidhje nga platformat e miqësisë, por dikush që ka dhe ndjen diçka prezantohet me fytyrë dhe jo me foto të vjedhura. Prandaj, zonja të dashura, bëni kujdes. I am an investigative journalist from Albania. You should give back her money, 27,000 euros, because we have revealed your entire fraud. I will. When will this happen? Once I get home, I will. No. You are home, Brian. If your name is Brian, because I think you aren't Brian in reality. Who are you? What's your name? I am Brian. No, you aren't Brian. Tell me who are you? And where are you going to give her back her money? I'm Brian, and I'm going to give her back her money when I get home. Do you understand what you have done to... Do you understand it? I understand, and I've told her that I'm going to give her back her money. Where did all her money go? Can I talk to Where did her money go? a lot of things? So she knows this. She knows this. No. Brian, tell me the truth, please. I'm telling you the truth. Tell me the truth, or you are going to tell the truth to the police. I've been sick for a lot of times, and she helped me to pay the bills. No, this is a lie. Say- Brian, tell me the truth, please.